Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm. Zgjohuni me ne. Data sot shënon 27 mars dhe ne si çdo ditë tjetër do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Të vëmë ngjarjet më të rëndësishme të datës 27 mars do të kthehemi në vitin 1968. Një prej më të dhimbshmëve është vdekja e Yuri Gagarinit, njeriu të parë që preku hapësirën. Ai humbi jetën në një aksident ajror gjatë një fluturimi stërvitor, duke lënë pas një trashëgimi të jashtëzakonshme në botën e eksplorimit hapësinor. Në të njëjtën ditë, por në vitin 1999, avionet e NATO-s nisën bombardimet në Jugosllavi, një ndërhyrje që shënoi kthesën në konfliktin e Kosovës. Një tjetër tragjedi e rëndë ndodhi më 27 mars 1977, ku në aeroportin e Tenerifes, dy avion të mëdhenj të tipit Boeing 747 u përplasën në pistë, duke shkaktuar të paktën 583 viktima. Nëse kthehemi mbrapa në kohë, në vitin 1854, Britania dhe Franca i shpallën luftë perandorisë ruse, duke shënuar nisjen e luftës së Krimes. Ndërkohë, në vitin 1513, eksploratori spanjoll Juan Ponce de Leon zbarkoi në tokën që më vonë do të nihej si Florida. Në këtë datë erdhën gjithashtu dhe shumë figura të shuara të historisë. Në vitin 1845 erdhi në jetë Wilhelm Röntgen, shkencëtari që më vonë do zbulonte rrezet X dhe do të zhvillonte mjekësinë. Po ashtu, në vitin 1963 lindi Quentin Tarantino, regjitor i famshëm për stilin e tij të veçantë kinematografik. Disa vite më vonë, në vitin 1969, do të vinte në jetë një tjetër yll, Maria Carey, këngëtare e fuqishme me një zë të jashtëzakonshme. Bota e sportit gjithashtu fitoi një emër të rëndësishëm në 27 mars 1971, kur lind David Coulthard, një nga pilotët më të njohur të Formula 1. Ndërsa në vitin 1988 në botën e televizionit dhe filmit do të hynte Brenda Song, një këngëtare që u bë e njohur për brezat e rinj përmes serialeve të Disney Channel. Por si çdo ditë tjetër, 27 marsi ka parë dhe ndarje të dhimbshme përveç Yuri Gagarinit, që nda nga jeta në këtë ditë në vitin 1965, bota humbi dhe Le Corbusier, një nga arkitektët më të mëdhenj të kohës moderne. Në vitin 2002, kinemaja humbi një gjeni, Billy Wilder, regjisor dhe skenarist brillant. Ndërsa në vitin 2013, muzika humbi Hugh McCracken, një kitarist dhe producent i njohur. Tani u ftoj të gjishni rubrikën Ne dhe Shëndeti, e cila ka mjaft vlera ushqyese dhe një ndikim pozitiv në trupin ton. Ajo ka gjithashtu një ndikim pozitiv në funksionet e frymarrjes dhe zbut simptomat që lidhen me astmën. Ndihmon në pastrimin e bronkeve të penguara, rrugëve të frymarrjes, ha bronket duke luftuar astmën. Marrja e rregullt e këtij fruti mund të përmirësojë ndjeshën, cilësinë e jetesës së një personi që vuan nga astma. Ai ka efekte të fuqishme antiinflamatore dhe antioksidante që reduktojnë inflamacionin dhe mbajnë larg infeksionet, i ngarkuar me antocianin dhe lëndë ushqyes të tjera thelbësore, ndihmon për të shmangur rrezikun e sëmundjeve të ndryshme inflamatore si astma, hepatiti, artriti, sëmundjet inflamatore të zorrëve e të tjerë. Shëndeti i lëkurës. Një central elektrik i antioksidantëve, ekstrakti fruteve jaboticaba, është i dobishëm në vonimin e shenjave të hershme të plakjes si njollat e errëta. Ky frut egzotik ndihmon në rinovimin dhe hidratimin e qelizave të lëkurës, mbështet sintezën e kolagjenit që ndihmon në rritjen e elasticitetit të lëkurës dhe bën atë më të butë. Ndërsa veti detoksifikuese dhe antimikrobike janë efektive në trajtimin e akneve. Promovon rritjen e flokëve. Ekstrakti jaboticaba është një ilaç natyral për rënjen e flokëve, i mbushur me sasi të bollshme të lëndëve ushqyese dhe komponimeve bimore. Ai forcon folikulat e flokëve, parandalon dhe rënjen e tyre. Parandalon kancerin. Fruti jaboticaba vlerësohet për aktivitetin e tij të fuqishëm antioksidues dhe antikancerogen. Fal dobisë së komponimeve fenolike, antocianinat dhe fitonutrientët e tjerë ndihmojnë në luftimin e radikaleve të lira, parandalojnë dëmtimin e qelizave dhe mutacionet e ADN-s. Rrit shëndetin e zemrës. Duke qenë se përmban antocianin dhe polifenole, ky frut ul rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare.
Komponimet aktive bimore të pranishme në frutat jaboticaba ndihmojnë në menaxhimin e profilit të lipideve, zvoglojnë trigliceride dhe nivelet e kolesterolit të keq në trup dhe rrit kolesterolin e mirë. Fruti jaboticaba përmban shumë vitamina esenciale të cilat ndihmojnë dhe luftojnë diaren. Mirësia e fibrave dietike në frutat jaboticaba ndihmon në rregullimin e florës së zorëve dhe stimulon procesin e tretjes. Ai gjithashtu pengon toksinat e dëmshme nga zorët dhe parandalon dëmtimin e stomakut, forcon kockat. Jaboticaba e ngarkuar me kalcium, kalium dhe magnez është shumë e vlefshme për forcimin e kockave dhe ruajtjen e shëndetit të dhëmbëve. Këto minerale esenciale nxisin dënësinë minerale të kockave, mbështesin indin lidhës, i shmangin ato që do bëhen të brisht. Për biografinë e sotme kemi përgatitur zërin që pushtoi botën. Do të flasim për Maria Curie, një ditë pranvere për 27 mars 1969 në qytetin e vogël Huntington të New Yorkut, lindi një vajzë që më vonë do të bëhej një nga artistët më të mëdha të gjithë kohërave. Maria Curie, me një zë të jashtëzakonshëm dhe një diapazion vokal prej 5 oktavash, u bë një ikonë e muzikës pop, duke shkruar historinë e saj në industrinë e muzikës. Maria erdhi në jetë një familje të përzierë etnike. Babai i saj ishte me origjinë afrikano-amerikane dhe venezueliane, ndërsa nëna e saj, Patricia, ishte një këngëtare operistike me rrënjë irlandeze. Që në vogëli ajo tregoi një talent të jashtëzakonshëm për muzikën, por fëmijëria e saj nuk ishte e lehtë. Prindërit e saj u divorcuan kur ajo ishte ende vogël dhe përballja me diskriminimin racor dhe vështirësitë financiare ndikuan thellë në jetën e saj. Pavarësisht sfidave, Maria gjeti ngushëllim te muzika. Nëna e saj, duke vënë re talentin e së bijës, e inkurajoi të zhvillonte aftësitë vokale dhe mësoi ta përdorte zërin në mënyra të jashtëzakonshme. Ndërkohë, ajo nisi të shkruante këngë dhe të ëndërronte për një karrierë të madhe. Pas përfundimit të shkollës së mesme, ajo u zhvendos në New York dhe filloi të punonte si këngëtare sfond për artistë ndryshëm. Fati i saj ndryshoi një natë, kur në një festi dha një kaset demo producentit muzikor Tommy Mottola, i cili në atë kohë drejtonte kompaninë diskografike Columbia Records. Pasi dëgjoi këngën e saj, Mottola kuptoi menjëherë se kishte zbuluar një yll të ri dhe i ofroi një kontratë. Në vitin 1990, Maria publikoi albumin e saj të parë, i cili u bë një sukses i menjëhershëm. Gjatë viteve 90, ajo zhvilloi të dominonte skenën muzikore me albume si Music Box. Ajo ishte një nga të paktët artiste dhe arrinte të kombinonte popin me R&B dhe baladat emocionale. Kënga e saj, One Sweet Day, një bashkëpunim me grupin Boyz II Men, mbajti rekordin si kënga më e gjatë në vendin e parë të Billboard Hot 100 për 16 javë radhazi. Në vitin 1994, Maria publikoi një nga këngët më ikonike të gjithë kohërave, All I Want for Christmas Is You, e cila dhe sot e kësaj dite është një hit i pashmangshëm në çdo sezon festiv. Gjatë dekadave të fundit, Maria ka vazhduar të krijojë muzikë, të performojë dhe të ndikojë në botën e artit. Ajo është një nga artistet më të shitura të gjithë kohërave, me mbi 200 milion disqe të shitur në mbar botën. Përveç kësaj, është një figurë frymëzuese për shumë artistë të rinj, fal talentit të saj të jashtëzakonshëm dhe qëndrueshmërisë ndaj sfidave të jetës. Do të vijmë me rubrikën kuriozitete dhe sot do flasim për bimët që rritet më shpejt nga të gjithë. Bambuja është një nga bimët më të jashtëzakonshme në botë, jo vetëm për bukurinë e saj estetike dhe përdorimet e shumta, por edhe për ritmin e saj manitës të rritjes. Disa lloje të bambus mund të rriten nga 91 cm në vetëm një ditë ose rreth 4 cm në orë. Kjo do të thotë se nëse e vëzhgoni me kujdes, mund të shihni rritjen e saj me sy të lirë. Sekreti i rritjes së shpejtë të bambus qëndron në strukturën e saj qelizore. Ndryshe nga shumica e pemëve, bambuja ka një sistem rizomatik, ku rritja vjen nga zgjerimi i qelizave ekzistuese, jo nga ndarja e tyre. Kjo i mundëson asaj të rritet në mënyrë të pabesueshme pa pasur nevojë për ndërtim të ri qelizor si pemët tradicionale. Një faktor tjetër është sasia e madhe e ujit që ajo thith nga toka. Kjo e ndihmon babun të ruajë elasticitetin dhe të rritet vazhdimisht pa shumë kufizime. Bambuja është një material jashtëzakonisht i fortë dhe i qëndrueshëm. Disa përdorime të saj përfshin ndërtimin, tekstilet, ushqimin, instrumentet muzikore dhe letrat apo mobiljet. Në shumë kultura, veçanërisht në Kinë dhe Japoni, bambuja është simbol i forcës, fleksibilitetit dhe fatit të mirë. Shpesh përdoret në praktika të Feng Shui për të sjellë harmoni dhe energji pozitive në shtëpi. Tani uftë të ndiqni parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 27 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mot i paqëndrueshëm. Sipas të dhënave meteorologjike, territori shqiptar pritet të ketë një ditë me vranësira dhe rreshi shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 17 gradë Celsius.
Era pritet të fryjë nga jugopërëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 15 metra për sekond, çka do të krijojë dallgëzime nga 2 deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 10 deri në 15 gradë Celsius, Kukës 8 deri në 12 gradë, Peshkopi 6 deri në 10 gradë Celsius, Tiranë 10 deri në 16 gradë, Durrës 10 deri në 14 gradë Celsius, Kavaj 10 deri në 15 gradë, Elbasan 8 deri në 17 gradë Celsius, Berat 9 deri në 16 gradë, Korç 3 deri në 9 gradë, Vlorë 9 deri në 15 gradë Celsius, Gjirokastër 5 deri në 10 gradë, Sarand 11 deri në 14 gradë Celsius. Territori i Kosovës parashikohet të përshkruhet në një botë i paqëndrueshëm. Për datën 27 mars 2025, territori i Kosovës gjatë ditës do të ketë rreshje të shumta shiu në të gjithë territorin. Temperatura minimale parashikohet të jetë 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga juglindja me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 8 metra për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 8 deri në 15 gradë Celsius, Podujev 8 deri në 15 gradë, Skënderaj 8 deri në 12 gradë Celsius, Pej 8 deri në 11 gradë, Prishtinë 8 deri në 13 gradë Celsius, Gjakov 8 deri në 12 gradë, Malishev 8 deri në 12 gradë Celsius, Gjilan 8 deri në 15 gradë, Perizaj 8 deri në 14 gradë Celsius, Kaçanik 8 deri në 13 gradë, Suharek 9 deri në 14 gradë, Prizren 7 deri në 10 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishim nesër, deri atëherë, ne do takoheshim.